motër e nderuar, nënë e shtrenjtë, bie dashur. Mos harro se Allahu i lartësuar ka vendosur në Kur'anin familjar një sure të cilën e quajnë surja Nisa, surja e grave. E nuk ka të tillë për burra. Nuk ka të tillë për burra. Mos harro se Allahu i lartësuar ndër të tjera ka përmendur emra grash madhështore në Kur'an. Ka sjell historitë e tyre. Mos harro se gruaja ka qenë besimtare e parë. Pra ka qenë ajo plotësuesja e parë e mashkullit me Ademin, dhe në vazhdim ka qenë edhe gruaja e parë e cila pranoi këtë fe. Ka qenë dëshmorja e parë këtë fe. Ka qenë gruaja ajo e cila e përçoi këtë fe, një ndër nxënësit më të mëdhaja të hadithit, të dijes dhe përçimit të saj ka qenë nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha. Pra gruaja nuk duhet të mendoj se ajo është diçka e pavlefshme, përkundrazi. Ajo është një krijesë e vlefshme dhe është një person i cili është i vyer për shoqërinë tonë. Shpeshherë i kap ajo rutina gratë ose ajo mendimi mbasi dëgjojnë nëpër odat dhe mbledhjet e tyre gjërat të cilat ose shikojnë diçka që e kanë vendosur ato nëpër studio me regjizur. Pra ata i japin atë që dua të përçojnë, jo ajo që është realitet. Kështu që jo çdo gjë që shihet është ashtu siç ata na e paraqesin dhe na e tregojnë. Por gruaja në çdo përpjekje që bën për të ruajtur atë mbretërinë e saj të vogël, familjen, për të ruajtur fëmijët, për të kujdesur për ta, për të kënaqur bashortin, për të bërë një jetë lumtur, betohem në Zot, se çdo frymare që merr ajo grua ka shpërblim. Ajo kur gatuan dhe ato avujt e enës në gjatë Ramazanit, ato rrobat që i marrin erë, të gjitha ato janë shpërblim ke Allahu subhanahu wa taala.